Sipas standardit evropian, është shumë e rëndësishme që të aplikohen hyrje-daljet emergjente në objekte të ndryshme. Në rast të evakuimi ose të situatave të tjera, është e domosdoshme që të jetë sa më lehtë dalja nga objekti në rrezik. Arkitekti Albion Varaku thotë se do të ishte mirë që çdo objekt që ndërtohet të ketë hyrje dhe dalje emergjente dhe të gjitha të kontrollohen nga institucionet. Hyrje-daljet emergjente në objekte të reja, domethënë me standard evropian, është mirë që me të shenë një hyrje kryesore dhe 2 dalje emergjente në rast evakuimit për ndonjë shfatkeqësie që mund të ndodhë në rast tërmetit, zjarrit apo diçka tjetër, aplikohen në objektet e tanishme që janë të bo, nuk kemi informacion të saktë sa janë të apliku. Kjo më tepër i përket çështjes komunale që inspektorati kanë mundësi me dalë dhe me inspektu. Arkitekti Varaku gjithashtu ka pohuar se në çdo objekt avarist është e nevojshme që të jetë të paktën një hyrje kryesore dhe 2 dalje emergjente. Minimalisht një hyrje kryesore që ajo është domosdoshme edhe 2 dalje emergjente në çdo objekt avarist. Edhe pse arkitektët e vlerësojnë si të rëndësishëm projektimin e shkallëve emergjente, gjendja në teren është ndryshe. Në qytet shumë shpesh mund të shohësh ndërtesa të cilat nuk i kanë të realizuara këto shkallë, duke përjashtuar disa raste.